Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I hodhe kunja ishte dashurit, je shumë e pacip. Jozja thot në sy Iglit. Pas ditën e sotme, tensionet kanë marrë hovë brenda shtëpisë së famshme, ku një debat i fortë është zhvilluar mes Iglit dhe Jozit. Shkak i përplasjes është bërë takimi që Igli zhvilloi me ish-partnerin e saj, aktorin Olsi Bylyku. Jozja akuzoi Iglin për përdorim të kunjave ndaj Olsit gjatë këtij momenti. Megjithatë, Igli nuk e ka lënë pa reaguar këtë deklaratë, duke theksuar se fjalët e saj nuk ishin thumba, por thjesht të vërteta që ajo ka ndjerë nevojën t'i thotë hapur.